الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia e plotit e kanë të madhit Allah fuqi plot. Salat dhe selam e dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për hajr në koft kjo natë e madhe e kadrit, Allah që përbleft lëll. Allahu në bekoft e në mbuloft të gjithve me mirësit dhe bekimet e kësaj natë të madhe, ja Rabbi. Qofshim të falur e të pranum të ka Allahu dhul gjelal. Qofshim të shpëtuar nga zjari i gjehnemit të ne prindrit tanë dhe dashurit tanë. Qofshim të bekuar për plot me bekime e mirësi të shumë fishta të kësaj natë të jashtëzakonshme. Kjo natë e cila ka çmim të pa kufishëm. Kjo natë e cila ka vlera e peshë të jashtëzakonshme. Kjo natë e cila është bën natë madhështore, natë e cila nuk i dihet vlera dhe çmimi i saj për shkak të madhështisë, është pikërisht për një fakt të vetëm se Allahu fuqiplot në këtë natë të bekuar e ka zbrit Kur'anin famlart, e ka zbrit dritën e zemrave tona, e ka zbrit Kur'anin i cili është udhëzimi dhe udhërefysi ynë, është shpëtimi i jonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Është Kur'ani famlart i cili do të na bëj gjykimin dhe avokatin nesër në ditën e gjykimit. Është Kur'ani famlart i cili do të ndërmjetëson për ne nesër para Allahut te baraka wa taala. Është Kur'ani i cili do të jetë dëshmitar për ne, për veprat tona, për gjendjen dhe halin ton. Allahu e bëft Kur'anin pris tonin në këtë botë dhe në botën tjetër. Qoftë Kur'ani dritë dhe udhëzim për zemrat tona. Qoftë Kur'ani pranverë e freski për zemrat tona. Qoftë Kur'ani mësimet dhe udhëzimet e tij, largim të gjitha brengave, shqetësimeve, problemeve, sikleteve, ngushëllokut ton që e kemi në këtë botë dhe shpëtim e dëshmitar nesër për ne në botën tjetër. Të dashurit e mi, sigurisht se keni dëgju, qoftë këtë xhami, qoftë ku e keni falë taravin, por edhe më herët për vlerat e mëdha të kësaj nate. Nuk dua të ndalem tek ato që i keni dëgju, por mendoj që edhe momentumi, këto momente, tani pas gjysës natës, por edhe vetë kjo natë madhnushme, mendoj që ja vlen të ndalem tek një element shumë më rëndësi për këtë natë, tek duaja. I kam përzgjedh diku një 10 lutje, të cilat duhet të jenë lutje ditore për secilin prej neve, madje duhet të jenë top lutje. Por para se të ndalem dhe t'i lexojmë disa prej këtyre lutjeve, dua t'ja kujtoj juve edhe vetit një çështje më rëndësi, nga se prej nesër ai obligim fillon për gjithë ne. Sigurisht edhe hoxha imami i xhamis dhe gjithë kolegët ton e kanë përcjell këtë mesazh. Prej nesër të gjithë ne, për çdo antar të familjes, kokë për kokë, pa marrë parasysh a është i vogël, a është i madh, a është i rritshëm, a është mashkull, a është femën, a është i vjetër, madje edhe për ata antar të familjes që do të vinë pas disa mujve, nëse kemi ndonjë familjare shtatzane, obligohemi me e nxjerr zakatul fitrin. Do të thotë, prej nesër e deri para se të falet namazi i Fitr Bajramit, jemi të obliguar për kokë familjari me i pagu vitrat. Vitrat ka obligim me i nxjerr, me i pagu çdo familje, respektivisht çdo krye familjar që ka ushqimin për një muj. Nëse ka ushqim, ai dhe familja e tij për një muj me ushqy, ka obligim për kokët familjarit, për gjitha moshat, madje edhe për ata që s'kan ardhur ende në dunja me llogarit. 3 euro është për një person,
5 euro dhe 10. Të dashurit e mi, nuk jam hala i bindur në këto tash që ka po du me e thonë, por gati kam arrit në nivelin e bindjes, duke bisedu dhe me shumë miq e shok, e sidomos ata o gjallar që janë afër dhe pran njerëzve në nevojë. Në komunën tonë nuk kemi njerëz të varfër, ose hade po e them pak ma ndryshe, por mos mu keq kuptu. Unë nuk kam informat dhe kërkoj prej gjithë juve ndihmë të më tregoni adresën e ndonjë familje të vetme në komunën tonë, në qytet edhe në fshatra për rreth që janë të varfër. Nga se Kurani dhe pejgamberi a.s. na kanë mësu që vitrin e pastaj edhe zekatin, ato 8 kategori, janë familjet e varfra dhe skamnor që janë meritor me përfitu për i kësaj. Kush është i varfër sipas konceptit edhe për kufizimit Kur'anit? I varfër dhe skamnor është ai person apo respektivisht ajo familje e cila kur zgjotën mëngjes, ka filluar një ditë e re për ta. Kur zgjotën mëngjes, asgjë nuk ka në shtëpinë e tij, asgjë nuk ka në kuzhinën e tij, as një grimt mill, as vaj, as një ushqim. Dhe ky e fillon ditën bak thot me familjarët e tij, dhe pret deri në gjysdite Allahu me apru riskun e me e qun një bamirs i cili ka me egzuat familje. Ndoshta vjen edhe akshumi dhe s'ja ka trokit kush derën kësaj familje. Ndoshta e bën natën me bark fat e të nesërmit të zgjohet nëse Allahu don prap i tillë. Nëse dini një familje të tillë në pej, edhe në komunë, që ka kësi familje, ju lutem na informoni ose mu, ose hoxhen, ose cilin do hoxh, e janë në bashkësi islame, se neve na nevojitet vetëm 2 orë dhe mi asiguru komplet nevojat bazike, ushqimore për një muj për ta dhe për familjen e tij. Duke u nisur pik, tash për filloj një fjali të re. A ka në vendin tonë familje që kanë nevoja? Ka shumë. Por bëjeni dallimin familje e varfër që ka varfërit skajshme ekstremisht, edhe familje që ka nevoja, ka shumë asi familje. Nga se Allahu i madh ka dashur në shoqërinë tonë standardi jetës është rrit. Unë nuk një familje që thot jam dalë në rrugë dath, kom zbathur, as sëm puca, as qizme, as patika, nga se cili prej neve 5 vitet e fundit i ka ble ka një 5 par puca, patika, qizme, edhe mas një 2-3 viteve së të kanë rajën vjetru dhe ja ki falë dikuj. Është ngrit standardi i jetës. A ka njerëz që kanë nevoja? Kanë shumë. E tash kur flasim për nevoja, tash jemi duke folë për me pas një konformitet, me pas konformin, me pas komoditet, e pastaj që besa edhe luks, e luksi s'ka skej. Me këtë nuk po them që nuk duhet të ndihmon ata që kanë nevoja. Por, unë dua ta bëj një apel, dhe këtë e bëj me bindjet plot, i vetëdijshëm plotësisht. Duhet të ndihmojnë institucionin e Bashkisë Islame me institucionet e veta fetaro-arsimore. Unë e di që flasë me ju serbes se nuk keq kuptohem, por masi kamera po na gjiron edhe këto kanë me përcjell të gjithë të tjerët, edhe ata të cilët mund të na paragjykojnë. Unë do t'i paraqes para juve disa argumente. Këtë xhami sonte ku po falemi, ka ardhur një burr prej 5 vitin 1604 e ka ndërtu, i cili më herët ka qenë guvernator në Egjipt. Kur e ka vërshu Egjiptin, respektivisht Aleksandrien, Iskenderin, lumi Nil, sultani i Osmanlive o hidhrun të e ka shkarku. Ka thonë këthëm vend tondin. O ardhë Hysen Merre Pasha, shiqon në Wikipedia, e ki dhe fotografin në Wikipedia, Hysen Merre Pasha. 1604 e ka ndërtu që xhami. Mas një kohë, prap e ka thirë sultani, i ka thonë, eja prap më u bo që të burin e pejes, më u bo guvernator. Allahu Ekber. Po ky burrë ka ndërtu pe pasurisë tina personale që 420 vjet thirë zonin që xhami. Që 420 vjet bin njerëzit në sejdë dhe lexojnë Kur'an. Allahu Ekber. Nimi xhami në Kosovë. Kush organizon jetën fetare? Kush i ka
autorizu edhe përgjigjet edhe i pagun ata që e thirin ezanin 5 herë në ditë, 365 ditë. Kush e organizon faljen e gjumove në 1000 xhami në të 4 anët e Republikës tonë? Kush kujdeset për ta? Kush kujdeset për me nxjerr kuadro? 92-96 kam qenë medrese. Unë vetëm e di, po i falendroj dhe po lutem dhe le të jetë kjo kompliment për banorët e Vushtrisë, kur për 4 vite kompirat, pasuli, laknat kanë ardhur prej Stanovcit, prej Pestovës, prej Novoselës, Maxhunit, e na si nxanca i ndihmojshim. 4 vjet kam hongër në buk edhe o gjallat para mi edhe mas feje. Prandaj, duhet të përkrahen institucionet fetare, nga se shteti nuk ndan buxhet, edhe një edhe e kryba. Shumë për juve ju e dini, ose disa e kanë njoft ma të vjetër, po keni dëgju për babgjyshin tëm, Haxhi Hafiz Salihin, Allahu mëshiroft, dhe Allahu mëshiroft gjithë xhallarët tonë, të feje se këtë Kosovës këtë kofshin. Babgjyshi jem s'ka mujt me dalë në Karagaq, kur juve në ditën e Bajramit shkijet ju kanë përzonë. Me migjen, me babën, me nanën, me grunë e Axhës, me vllaun që e kam këtu në xhami i Hoxhën atjetër, edhe me një djalë të Axhës kanë ndajt 78 ditë në Karagaq. Babgjyshi jem, Allahu e mëshiroft, moshën 85 vjeçarja ka dorëzu Allahu të shpirtin ty marr avdes. Thot, kur në jetën time më i poshtrum nuk jam ndi se sa për ato 78 ditë që se kam dëgju ezanin. Na i kemi 2 minare afër në shtëpinë Karagaq, minaren e Kapeshnicës, xhamis Kuqe edhe Gjyl Fatynit. Kur në jetë momente më të vështira s'kam ndi për 84 vite se kam dëgju ezanin 78 ditë. Jo që se kam dëgju ezanin, por në një moment kanë ardhur shkijet edhe kanë lëshu në xhamit Kuqe edhe në Gjyl Fatyn, si i thojnë dikush le të ndihmon, që e kanë një vegël ata çetnik. Ja, thojnë ndryshe ata laut. Gusull. Thot jemi kont poshtrum. E dikush është kujdes me i qelë xhamit, të gjitha në pej kanë qenë djegme të shkatrume, veç me zgjidin se kanë djeg, se s'ka pas minare, se kanë ditë shkijet që xhami se dhe të këshin djeg. Prandaj, para neve ka ekzistuar institucioni, pas neve do të ekziston institucioni, e kemi obligim me mbrojt institucionin, me ndihmu institucionin, me mbështet institucionin. 1604 ndërtu që ka xhami, që 420 vjet ati zotnis nuk i ndalet kontoja të Allahu Dhul Gjelal. Ti mos i nënshma 5 euro që keme i qunë me dreze, mos me ndot që ato janë pa vlerë. Ato kanë shumë vlerë, se 5 euro tujat, 5 fëmijat, 5 tretit, 4-tit, ato pastaj mundsojnë që fëmijët e juj me mësu shahadetin, me mësu avdesin, me mësu halalin, e kështu me radhë. Allahu në mundsof gjithmonë që t'jemi në shërbim të fesë tonë, e të vendit tonë, e të mirës tonë. Të dashurit e mi, janë disa lutje, lutja e natës sondit gjithë e dini, të kjo së ndalna. O Allahu im, ti e don faljen, o Allahu im, ti e falës, e don faljen me fal mua. O Allahu im, ti e falës, e don faljen me fal mua. Allahu na fal neve ya Rabbi. Na i fal prindrit ton, familjet, gratë dhe pasardhësit ton ya Rabbil Alamin. Një lutje tjetër që është shumë më rëndësi për ty dhe për mu. Pejgamberi na ka mësu me bo këtë lutje, merri dhe mas japim selam mas namazit, e ka momentin, por kjo është lutje për gjithë me në çdo kohë mundesh me bo. Allahumma inni ala dhikrike. Po i thënë gjuhën tonë shpejt, mos me humb kohë. O Allahu im, më ndihma që unë ty të kujtoj e të përmendi. Më ndihma që adhurimin ndaj teje ta bëj në formën më të bukur. Më ndihma që t'jem falenderus e me njës ndaj teje. Po Allahu mos me ta mbush mendin ty, ku isha arti tash një sati këtu më falë.
E nesër ndoshta në 7 ora ki mos zgju. Sot e ke nis një ditë, e ke nis punën herët, një ditë vështirë e gjatë, je lodh, po Allahu të ka ndihmu, e të ka frymzu, e po ta jep forcën e kyvetin me ardh këtu tash edhe një orë me ndajt në kom për Allahun, me dëgju fjalën e Allahut edhe me i bë Allahut ibadet. Prandaj në çdo moment ti me mua ke nevojë këtë lutje, kjo top lutje për ty, lutje ditore. O Allahu im, më ndihmo, më dhuro forcë, fuqi që ty me të përmend, me të kujtu. A dini çfarë vlere ka një djalë i ri, më u rrit e më u zhvillu, e nëse ka ymër, më u plak, e tërkon, e kujton, e përmend, e madhron Allahun. Po sa e dhimbshme është, jo me qajt, po ma shumë se me qajt, dikush që 70 vjet i ka bo, që 70 vjet kur Allahun se kujton e se përmend, është e dhimbshme kjo. Është e dhimbshme. O Allah më ndihmo që ty të adhuroj në formën më të bukur dhe të jem mirënjohës edhe falendërues ndaj teje. Lutja tjetër është lutja Hazreti Musa në Kur'an. Këto janë lutjet e Kur'anit ose të pejgamberit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. O Allah, ma zgjero gjoksin tim. A dini Musa a.s. këtë lutje kur e ka thonë, kur Allahu e ka urdhëruar i ka thonë, shka me vllaun tënd ballafaqohu me faraonin, rrugës të shku. Faraoni ka qenë zullumçari më i madh i kohës, madje i gjithë dinastisë faraone. Rabbi shrah li sadri. Allah ma zgjero gjoksin. Sa herë ti edhe ne kena momente të vështira në jetë, të ngushtohet gjoksi, të ngushtohet zemra, e hup orientimin, të ka sikleti, të ka panika. Në këto momente lutja jote le të jetë: o Allah, ma zgjero gjoksin. Nuk ka pasuri më të madhe sa Allahu me të dhuru zemër gjërësi. O yassir li amri. Çfarë do lloj pune që ki, ma bët letë këtë punën time. Çfarë do lloj obligimi që ke marrë, çfarë do lloj përgjegjësie, ma bët letë këtë punë o Allah. A ki vështirë që çdo ditë me mëngjes me thon këtë fjalë kur del pe shtëpisë? O Allah, ma zgjero gjoksin. O Allah, ma bët letë këtë punë, këtë detyrë, këtë obligim, etj. Një lutje tjetër, i jashtëzakonisht e rëndësishme për gjithë ne, këto pejgamberi a.s. na ka mësuar me bo mes dy sejdeve. Allahumma ighfirli, o Allah më fal mua, o Allah më mëshiro mua, o Allah më udhëzo dhe më drejto mua, o Allah më dhuro mirëqenie dhe shëndet, o Allah më furnizo me pasuri të mjaftueshme e të halalit. Do të shiqo 5 elemente i përfshin. O Allah më fal mua, o Allah më mëshiro mua, o Allah më udhëzo dhe më drejto mua, o Allah më dhuron mirëqenie e shëndet, o Allah dhuron pasuri të mjaftueshme e pasuri të halalit. Pastaj top lutje për ne: o Allahu im, sa herë të gjindem në situatë të vështirë e në kryq, me dhuro rrugdalje. Me dhuro rrugdalje. Sa herë ndihem në siklet, me dhuro shpëtim. O Allahu im, me furnizo ashtu sikur unë as nuk e kam idenë as që e kujtoj. Pastaj një lutje tjetër shumë më rëndësi: o Allahu im, me dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe me mbroj prej zjarrit të xhenemit. Kjo është lutje e Kur'anit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, lutja më gjithë përfshirëse, lutja që i përmbledh të gjitha lutjet është kjo: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Para se me jap selam e bëjmë namaz këtë lutje. O Zotim, më dhuro të mirën këtë botë, gjithë të mirat. Po ashtu më dhuro të mirën në botën tjetër. Do të gjitha po i lip universal. Dhe me mbroj prej zjarit të xhenemit. Prej top lutjeve për mua dhe për ty ditore, lutje ditore çdo ditë: o Zotim, ti i kontrollon, i mbikëqyr dhe i rrotullon zemrat tona ashtu si kur din ti. Ma forco zemrën time në rrugën tënde o Zotim. Po ashtu një prej top lutjeve ditore, na ka mësuar pejgamberi me mëngjes mbrëmje me bo, po kjo mund të bëhet në çdo kohë, pa limit. O Allahu im, më fal mua, më dhuro mirëqenie edhe shëndet. Çka ka më të rëndësishme mas imanit se shëndeti? Kur të hup shëndeti, krejt
Kur të hup shëndeti, të gjitha të humbin. Pas imanit, nuk ka dhunti më të madhe se shëndeti. Po të sprovoj Allahu në rujt me ndonjë smundje. E kam përmend herët se na iki koha. Atë gjysmë miliardi pasuri në Egjipt, në Aleksandri. Do të thonë, Allahu dën aksident trafiku. Ky pështon mbeti pa lëvizshëm për jetë, i mbet në aksident gruaja edhe gjithë e vlat, një qik i pështon se u konë martuar te burri i saj. I qëndron qika një kohë gjatë, gjysmë miliardi pasuri. Dikur vjen puna deri në atë moment se kanë jetu një qytet tjetër me ardhë të divorci. Po baba i thotë shko te burri te vlat të tu. Kish shërftor. Një natë, mas gjysës natës, thoi pijet pak uj. E po i vjen gjyna me i thonë ati shërftorit me aprish gjumin, qof pima pak uj. Kur i ka dalë gjumi ati shërftorit, ka thonë, ama bjen një pikuj bre. Të nesër me i ka arë me vizitu një hoqë shumë i njërë, tash ka ndru jetë e kem për cilë të Allahu, e po Ishaq al-Huwaini, Allahu në gjennetin ja japë tja Rabbi. Ai po e tërgon, thot kesh te filoni, këtë njojnë atë, do të thonë biznesmen me hotela me këtë. Tha, hoq, mbram, gjysmë miliardi dollar nuk më bëjshin punë se s'mojsha një pik uj me pi, e më vike gjyna se të natën kish najtë shërftori, më vike mbare me i thonë, qa bre ama një pik uj, gjysmë miliardi dollar nuk më banën punë. Se s'ka shnet. Prandaj, top lutje për mua dhe për ty. Allahumma inni es'aluka al-afwa wal-afia. O Allah, më fal, më dhuro mirëqenie, më dhuro shëndet, rahatin këtë botë dhe në botën tjetër. A përse sa shumë thjesht, shumë e shkurt, shumë e bukur. Dhe në fund, për i lutjeve të Kur'anit, është lutja Ibrahimit a.s., lutja pejgamberit ton, që nuk gëzon me mungu në regjistrin e lutjeve tua, Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah, më fal mua, fali prindtë mi, fali gjithë besimtarët nesër në ditën e gjykimit. E fundit, sa herë ki më u lut për shpirtin tënd. Dëgjoj këtë me vëmendje. Sa herë lutesh për shpirtin tënd, më njëherë mos hara më u lut për prindët tu. Pastaj për evlad, për grun, edhe për pasardhës, mos haro për pasardhës. Lutoni për pasardhës të juj. Këtë që stu qeni në gjami ju djemë të ri, jeni duaja edhe lutjet e babgjyshave dhe gjysheve të juj. Nëse jo baba i babës babës. Nëse jo besomni, ju jeni bereqeti edhe duaja e pranume e pleqve të juj edhe babgjyshave të juj. Mos haro më u lut për pasardhësit e tu, për nipin e stërnipin, Allahu e din. Në më thonë, për shpirtin tënë, një, për prindët e tu, dy, për evlat, për grun, për pasardhës, e pasaj për besimtarët. Sot jam ndi krenar, u vanova në kohë iftarit, të ura gurit, i pash 3 nxënëse, vajzat tona, cilit ishin nxënësët gjimnazit, dulen për i marketit kam. Iftari ti u bo e këshin marrë një popkek edhe një langë bëjshin iftar rrugës të jetës me shku të dulia me prit autobusin. Jam jashtëzakonisht krenar edhe i gëzum. I kom pa dhe do ditë se i kom banesën rrugë spitalit në zanët të gjimnazit edhe i thash këti hoqës edhe muadhit në vitin tjetër. Duhet me organizu edhe me i prit kretin në zanësat e shkollës mesme të mjekësisë të gjimnazit që aty në sevapi u jep iftarin se 3. Allah është problem që përstojmë gjami, po ma sevap atyne. Jemi krenar. Kur fëmijët ton, vajzat tona, djemt ton, unë ndiva shumë i gëzum. Çfar vullneti, çfar besimi, çfar imani. Se ato tash Allah alem dhe gjysor ose një orë kanë shku të shtëpia, se e prishin autobusin të dulia, por një popkek edhe një lang, rrugës të jetës e prishin iftarin. Allah, këto janë ato mbesat e nanës Zahide. E dini ju nana Zahide kush është? Apo? E dini, nona Adem dhe Hamza Sharit. Këto mbesa të nanës Zahide lindin Adema dhe Hamza. Qëto jonë? Jo ato tatuazhës, jo ato që qesin vëth këtu e këtu. Jo,
Po këto janë mbesat e nanës Zahide, u shtofshin sa më shumë. Allahu na pranoft e qofshin pranuar me të falëm të Allahu. Faleminderit.